Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në News 24. Në lajmet do të ndiqni. Ish misi e dashura e Safet Bajrit ndihmoi grupin e Bajrit për të vrarë Fatbardh Licin, publikohen pamjet pas vrasjes në vendin e ngjarjes. Lubi Balluku ka vjedhur 11 miliard euro. Berisha paralajmëron audit për rrugët pas 11 majit. Emisioni Veting në News 24 denoncon kryeprokurorin e Lezhës, ishi dënuari më mbajti 11 muaj peng në burg. Diplom ndërkombëtare pa ikur nga Shqipëria, përfaqësuesit e London School of Economics në News 24, arsim cilësor në Universitetin Luarasi. Eurokomisionerja e zgjerimit Marta Kos në Elbasan për ditën e verës deklaron se projektet e Bashkimit Evropian do të vijojnë. Elbasani, kryeqyteti ditës së verës, festime edhe në Tiranë dhe qytete të tjera. Tritol lokalit në Lezhë, kamerat fiksuan një person të maskuar, pronari deklaroi se nuk kam konflikte me askënd. Donald Trump takon kreun e NATO-s në shtëpinë e Bardhë. Rusia nuk do të sulmojë aleatët e Shteteve të Bashkuara. Njihemi tani më gjërësisht me lajmet. News 24 ka siguruar fotot e makinës Mercedes-Benz që shfaqet në vendin e ngjarjes së vrasjes së Fatbardh Licit në Shkodër më 10 gusht 2018 në Kiras, ndërsa dyshohet se drejtohej nga e dashura e Safet Bajrit, e cila është arrestuar disa ditë më parë. Sipas dosjes hetimore të SPAK, dyshohet se pas vrasjes së Fatbardh Licit në Shkodër, vajza ka marrë me këtë makinë Asmer Bilalin dhe e ka sjellë në Tiranë. Kjo është foto e makinës Mercedes-Benz që shfaqet në vendin e vrasjes së Fatbardh Licit në Shkodër më 10 gusht 2018 në Kiras, ndërsa dyshohet se drejtohej nga e dashura e Safet Bajrit, shtetësja me iniciale EA, e cila është arrestuar nga SPAK më datë 25 shkurt për veprat penale të moskallëzimit të krimit dhe për krahjes së autorit. Ajo ndodhet në spitalin e Burgut, ku sipas avokatit po trajtohet pasi është e rënduar psikologjikisht. Sipas dosjes hetimore të SPAK, dyshohet se pas vrasjes së Fatbardh Licit në Shkodër, shtetësja me iniciale EA ka marrë këtë makinë dhe ka sjellë në Tiranë Asmer Bilalin, ndërsa Safet Bajri ka qëndruar në Shkodër. Vrasja e shtetasit Fatbardh Lici ka ndodhur rreth orës 7 dhe 20 minuta pas vrasjes, e dashura e Safetit bisedon në telefon me Asmer Bilalin, kohë në të cilën rezulton se mjeti tip Benz me targ AA 989 TE që shfaqet në vendin e ngjarjes po drejtohej nga shtetësja EA. Nga kjo telefonat kuptohet që shtetasi Asmer Bilali është në shoqërinë e shtetasit Safet Rustemi dhe bisedon me të dashurin e Safetit. Nga kjo telefonat kuptohet gjithashtu që personat nën hetim janë në shoqërinë e njëri tjetrit dhe se mjeti tjetër përdoret nga E, thuhet në dosjen hetimore. Po ashtu, sipas dosjes hetimore të prokurorisë së Shkodrës, e cila ka hetuar fillimisht vrasjen dhe më pas SPAK, rezulton se pasi personat kanë kryer vrasjen, personi nën hetim Safet Rustemi ka qëndruar në Shkodër, ndërsa personi nën hetim Asmer Bilali është larguar menjëherë për në Tiranë së bashku me shtetasen EA. Pasi ka arritur në Tiranë, ai ka kërkuar lojë së parkimit në zonën e Ishkin e Mas Partizani dhe ka komunikuar me shtetasin Denis Brajovishin, ku i ka bërë me dije se automjetin ja ka lënë dyshohet tek shtetasi Pëllumb Gjoka. Ai ka komunikuar edhe me personin nën hetim Behar Bajri, të cilit i ka kërkuar që të zbriste dhe t'i lindet qelisat. Më pas, ai është larguar në drejtim të Vlorës. Këto rrethana rezultojnë të provuara nga komunikimet e shumta telefonike të kryera nëpërmjet personave nën hetim, si dhe nga komunikimet e kryera nga personi nën hetim Asmer Bilali me shtetasen EA, si dhe nga tabulate telefonike, pamjet filmike dhe vendodhjet e personave nën hetim, thuhet në dosjen hetimore. Kujtojmë se Safet Bajri u arrestua me urdhër të SPAK më 21 shkurt 2025. Bajri dhe anëtarët e grupit të tij janë të dyshuar për vrasjen e Fatbardh Licit, i cili u ekzekutua me breshëri plumbash më 10 gusht të vitit 2018 në Kiras të Shkodrës.
Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ministren e infrastrukturës Belinda Balluku se ka vjedhur 11 miliard euro tek rrugët në bashkëpunim me Edi Ramën. Sali Berisha komentoi edhe rrugën e Arbrit, ku tha se tuneli Murizit, sipas disa kompanive të huaja, paraqet rrezik. Në infrastrukturë ku janë investuar 12 miliard euro, ju garantoj se janë vjedhur më së paku 11 miliard. Lubi Balluku është përgjegjëse kryesore për këto vjedhje të tmerrshme të fondeve publike në ndërtimin e rrugëve. Dhe jo më pak Edi Rama uroj me gjithë zemër që tuneli të funksionojë, sepse në vlerësimin tim, tuneli është ndërtuar duke shkelur kondicionet dhe rekomandimet e kompanive më prestigjioze të fushës, ndër të cilat kompani daneze e të tjerë. Por zona është realisht problematik. Kurse parametrat e tjera të asaj rrugë janë cop. Përparësia absolute do të jetë zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, autostrada Milot-Shkodër, bypassi i Elbasanit, vepër që do filloj me njëherë, Hekurudha, Tiranë-Prishtinë do ndërtohet gjatë mandatit të ardhshëm. Unaza e Shqipërisë do të jetë projekti tjetër madhor infrastrukturor. Nesër është një ditë ku ne të protestojmë që të gjithë për fjalën e lirë, të protestojmë kundër censurës. Garantoj të gjithë shkollarët e Shqipërisë, nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, gjimnazistët dhe studentët dhe tritë e tjerë, se me datën 12 TikTokun do ta kenë në telefonat e tyre. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos në ditën e dytë të qëndrimit të saj në Shqipëri vizitoi qytetin e Elbasanit, prej ku deklaroi se Shqipëria ka ende shumë punë e reforma për të bërë dhe shpreson se ajo do të jetë antarja e 28 e Bashkimit Evropian. Shpresoj që Shqipëria të bëhet vendi antar i 28 i Bashkimit Evropian, kështu u shpreh nga Elbasani komisionerja e BE-s për zgjerimin Marta Kos, teksa në ditën e dytë të qëndrimit të saj në Shqipëri vizitoi këtë qytet. Dje u takova me aktorë të ndryshëm në vend dhe mund të them që Shqipëria ka ecur në mënyrë të mrekullueshme. Ka ende shumë punë dhe reforma për të bërë, por nëse është ritmi i tanishëm, procesi do të përfundojë në vitin 2027. Ka ende disa detyra shtëpie për të përfunduar. Shpresoj që Shqipëria të bëhet vendi antar i 28 në Bashkimin Evropian. Vizita e komisioneres Marta Kos në Elbasan u zhvillua në kuadër të festimeve për ditën e verës, ku ajo u ndal në një punisht artizanati, në një qendër ku strehohen gratë e dhunuara, si dhe në shkollën Daskal Todri, në të cilat janë zhvilluar disa projekte të financuara nga Bashkimi Evropian. Është kënaqësi që kam ardhur në këtë qytet në ditën e verës. Pata mundësi të shoh nga afër se si janë zhvilluar disa projekte shumë të rëndësishme që financohen nga Bashkimi Evropian. Vizitova së pari një punishte artizanati, ku disa gra bëjnë qëllima të mrekullueshëm, dhe pastaj vizituam disa gra të dhunuara, të cilat janë ndihmuar përmes një projekti tjetër. Gjëja më e bukur ishte vizita në shkollën Daskal Todri, ku biseduam me nxënësit atje. Do të përpiqemi që këto fonde të vijojnë, pasi këta njerëz bëjnë një punë të mrekullueshme. Projekti që kam më fort për zemër është ai që ka të bëjë me rinin. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos të mërkurën u takua në Tiranë me kryeministrin Edi Rama, me kreun e SPAK-ut Altin Dumani dhe me prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela. Gjatë vizitës së saj në Shqipëri, komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos u takua dje me drejtues të institucioneve të pavarura të drejtësisë, kreun e SPAK Altin Dumani, prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela, inspektorin e lartë të drejtësisë Artur Metani, si dhe kryetarin e Këshillit të lartë të drejtësisë Ilir Rusi. Në një postim në platformën X, komisionerja Kos vlerësoi takimin me drejtuesit e institucioneve të pavarura të drejtësisë që sipas saj mundsojnë një Shqipëri dhe Evropë të qetë dhe të sigurt
përgëzova angazhimin e tyre për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe shpreha mbështetjen e vendosur të Bashkimit Evropian për rolin e tyre dhe metodat e punës, veçanërisht për SPAK-un, thuhet në postimin e saj. Komisionerja Kos thekson gjithashtu se është e rëndësishme të angazhoheni në ndërtimin e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe funksional, por edhe të rrënjosim më shumë respektin për shtetin e së drejtës. Një qytetar në burgun e Lezhës qëndroi 11 muaj më shumë në burg për shkak të neglizhencës së kryeprokurorit të Lezhës, Erion Shehaj. Emisioni Veting në News 24 sjell dëshminë e të dënuarit Armando Uka, i cili denoncon prokurorin se nuk kreu procedurat pas ligjit të amnistisë. Kryeprokurori i Lezhës, Erion Shehaj, jo vetëm që ka shkelur ligjin në shumë raste sipas komisionerit publik, por sipas denoncuesit në redaksinë e emisionit Veting, e ka përjashtuar nga amnistia penale, duke e mbajtur në burg për te afateve. Armando Uka, një ish burgosur, pretendon se është përjashtuar nga përfitimi i amnistisë penale, duke e mbajtur në burg për te afateve të parashikuara. I takotet që unë në 4 prill, kur është dhënë amnistia në Burgjë, që kanë filluar me dalë njerëzit, unë duhet të isha i lirë. Nga jetë ditë, unë s'kam dalë. Kam dalë me datë 6, me datë 5 i ka qenë jetë 5, shkurt 2025. Tani, sa kohë është ma shumë t'i bëjmë të llogaritë. Problemi është që kryeprokurori më ka marrë peng 11 muaj shumë. Në burg, unë du me ta di motivin për çfarë. Sipas denoncuesit dhe avokatëve të tij, dokumentacioni dhe kushtet për të përfituar nga amnistia penale ka qenë sipas ligjeve në fuqi. Kemi kretë letrat e dokumentuar, që unë kam marrë për të kryer në Itali, në këtu në Shqipëri, 3 vjetë e 11 muaj burg, nga 19 vjetë që kisha. Kam bërë 14 vjetë atje, 855 ditë shkojnë nga të 16 sa amnistia, 17 e gjysmë kaloj. I kam marru burgun timun, tashi ai ndoshta nuk i kanë pëlqyer avokatët që kanë pasur. Për Veting, avokati Gjergj Neli thotë se ata prisnin veprime nga prokuroria e Lezhës, kryesisht nga prokurori Erion Shehaj, i cili zvariste procedurat dhe nuk i bënte në kohë. Të gjetur në këto kushte, avokatët kanë bërë kërkesë në gjykatën e Lezhës. Më 29 maj 2024, gjykata e Lezhës pranoi kërkesën për bashkimin e dënimeve të Armando Ukas, duke e dënuar me një vendim të plot prej 17 vitesh. Dhe në këtë kontekst ne priqim, si më thënë, nga prokuria edhe kryesisht nga prokurori që po bënte, si më thënë, ekzekutimin e kësaj falje, por nuk lodhi. Vazhdoheshim gjyqet, nuk vinte në gjyq prokurori, e po ame, si më thënë, ne po ame dhe shmume si mbrojt, si më thënë, ti dënuari, që prokuria nuk po vepron, po i shmangej. Unë kërkoj vetëm të vërtetën, pse unë jam mbajtur 11 muaj më shumë në burg, nga kryeprokurori i Lezhës. Ai ka pas gjithë letrat e mia. Duke parë situatën me vonesat nga prokuroria e Lezhës, konkretisht nga kryeprokurori Erion Shehaj, avokatët e Armando Ukës janë drejtuar gjykatës së shkallës së parë Lezhë për njohjen e zbritjes së dënimit sipas amnistisë penale, por gjyqtarja Eglantina Biba në datën 16 tetor 2024 vendosi të shpall mungesën e jurisdiksionit për aplikimin e ligjit për amnistin penale, si dhe ja kaloi aktet për këtë rast prokurorisë së Lezhës. Pra nuk ishte në autoritetin e gjykatës të merrej me këtë çështje, por e prokurorisë së Lezhës. Gjashandi prokurori ngrit dhe kërkon që nuk është kompetencë e gjykatës kjo, por është kompetencë e prokurorisë dhe në lidhje me këtë jemi ne ata që do të bëjmë ekzekutimin e ligjit për faljen e amnistisë. Atëherë gjyqtari i Shanc shpall, që më thënë, është kompetencë, unë këte nuk i kisha një gjë në herë. Të qohet, dhe më thënë, gjykata, dhe më thënë tërbi gjykus, të shpallë mos kompetencë, duke ja drejtuar për kompetencë një prokurores që është antiligjore. Mbrëmje e emisionin Open në News 24 ishin të ftuar 2 përfaqësuesit e London School of Economics dhe zëvendës rektoria e Luarasit Ani Dasho, të cilët folën për bashkëpunimin historik mes Universitetit Luarasi dhe London School of Economics, e cila sjell mundësi të reja për studentët shqiptar, duke ofruar programe akademike të nivelit botëror dhe mundësi për diplomim me vlerë ndërkombëtare. Ky zhvillim do të përmirësojë cilësinë e arsimit dhe do të rrisë mundësitë e punësimit për të rinj shqiptar.
Pas zyrtarizimit të bashkëpunimit mes Universitetit Luarasi dhe London School of Economics, një zhvillim mjaft i rëndësishëm për arsimin shqiptar, për të rinjt dhe ekonominë në vend, përfaqësues të Universitetit të Londrës shpjeguan në emisionin Open në News 24 risitë dhe përfitimet që do të kenë studentët prej marrëveshjes së iniciuar nga presidentja e Universitetit Luarasi, Fabiola Hysenbelliu. Drejtori akademik i asociuar i LSE, James Abdi, dhe përfaqësuesi i London School of Economics, Rob Inglis, në studion e News 24, garantuan cilësinë e diplomës që do të përfitohet në Universitetin Luarasi përmes edukimit lokal të një niveli botror. Është fantastike të sjellim në Shqipëri programet e London School of Economics, duke i ofruar studentëve mundësinë që të përfitojnë me kosto më të ulët një diplomë cilësore në drejtimin akademik të Shkollës Ekonomike të Londrës. Programet ofrojnë ekspertizën e të dy universiteteve, Luarasit dhe një universiteti të njohur ndërkombëtarisht si London School of Economics. Do të keni një edukim në nivel lokal, por me një mindset të nivelit botror. Fokusi kryesori i këtij bashkëpunimi është punësimi i të rinjve, ndaj 3 programet e reja akademike në Universitetin Luarasi janë ndër fushat më të kërkuara në London School of Economics dhe në nivel ndërkombëtar. Ne po fokusohemi në cilësi më shumë se sa në sasi. Kemi zgjedhur programet më popullore të London School of Economics, menaxhim, financë dhe data science, për t'i ofruar studentëve edukim cilësor në fushat që janë në nivel të lartë të kërkesës së tregut. Këto programe janë shumë popullore në LSE dhe në nivel botror. Kemi bërë një punë të jashtëzakonshme në lidhje me dizajnin e kurikulës. Studentët do të kenë kurikulën e London School of Economics. Kemi fokus kryesor punësimin dhe i kemi përshtatur kurikulat me tregun e punës. Në nivel afatgjat, London School of Economics do të vlerësojë mundësinë e zgjerimit të programeve të veta në Universitetin Luarasi, gjithmonë duke u fokusuar tek cilësia. Në nivel afatgjat, synimi ynë është të shpërndahemi në nivel global, por synimi ynë është cilësia akademike. Ne jemi ndër universitetet më të famshme në botë. Në 2025 kemi qenë universiteti i parë në Mbretërinë e Bashkuar dhe kemi një gamë të gjerë programesh sociale. Projektet e bashkëpunimit kalojnë një proces vetingu nga ana e London School of Economics, të cilin Universiteti Luarasi e ka kaluar me sukses. Ka qenë një rrugë e gjatë për të gjetur dhe për të vlerësuar. Kur flasim për institucione të reja, ne kemi një proces të zgjeruar vetingu që vlerëson pjesën akademike dhe të gjitha burimet që ofron universiteti. Zëvendës rektoria e Universitetit Luarasi, Ani Dasho, sqaroi gjithçka mbi diplomën që do të përfitohet në Universitetin Luarasi. Është një diplomë e Universitetit të Londrës në drejtimin akademik të London School of Economics dhe diploma tjetër është diploma e Universitetit Luarasi. Diploma e parë është diplomë, ashtu si dhe James e shpjegoi, totalisht që njihet nga Universiteti i Londrës, njihet në gjithë në Europën, njihet në gjithë botën. Pra është një lloj si të studiosh në Londër, të studiosh dhe në Shqipëri. Programi është absolutisht i njëjtë. Seti i pedagogëve të cilët janë licencuar dhe kanë kaluar në nivele aprovimi nga të gjitha instancat përkatëse, si të Universitetit të Londrës dhe të London School of Economics, janë licencuar. Mesatarja mbi 8 dhe njohurit mbi gjuhën angleze janë dy kushtet kryesore që duhet të përmbushin gjimnazistët për të regjistruar në programet e London School of Economics në Universitetin Luarasi. Në faqe zyrtare të Universitetit Luarasi është përgatitur dhe është vendosur live që nga dita e djeshme i gjithë informacioni përcaktuar. Gjimnazistët duhet të aplikojnë pikërisht në elementet kryesor të cilat janë shfaqur në këtë faqe të webit, duhet të vinë pranë ekipit të dedikuar për programet LSE në Universitetin Luarasi, ku ka një sër pikash, pra ka një mesatare bazë, që cila do t'jetë kufiri i ndarjes të atyre gjimnazistëve që pranohen dhe atyre gjimnazistëve që nuk e kalojnë këtë fazë. Është një mesatare nga 8 e sipër, një mesatare generale, për se cilën nga lëndët ka mesatare dhe pikëzim për matematikën, për anglishten. Duhet patjetër që t'japin provimin e anglishte sipas kërkesave të London School of Economics. Përfaqësuesit e London School of Economics renditën përfitimet që do të kenë të rinjt që do të zgjedhin Luarasin, si gjatë studimeve, ashtu edhe në përfundim të tyre.
Gjatë studimit ka disa programe të shkollave verore. Shumë student vinë verë në Londër. Ofrojmë bursa, bëjmë transferime të krediteve gjatë studimeve. Është një eksperiencë akademike e shkëlqyer. London School of Economics ofron dhe një program shkëmbimi ku studentët mund të shikojnë dhe institucione partnere ku ne ofrojmë programe të LSS. Kjo është një diplomë aq me reputacion në nivel ndërkombëtar sa të përfundosh këtë, ke aksesin për të marrë bursat e nevojshme dhe për të ndjekur universitetet më të mira në nivel botror. Përmes binjakëzimit me London School of Economics, Universiteti Luarasi nisi kështu një rrugëtim historik që do të bëjë të mundur pajisjen e studentëve me diploma të dyfishta dhe do t'i bëjë ata konkurrent të padiskutueshëm në tregun shqiptar dhe ndërkombëtar. Trajnim për stafin akademik të Universitetit Luarasi dhe informim për nxënësit për të mësuar më shumë mbi binjakëzimin me Universitetin e Londrës. Këtë të premte, Luarasi ka hapur dyert për nxënësit që të mësojnë mundësitë e reja që vinë në Tiranë. Universiteti Luarasi në bashkëpunim me Universitetin e Londrës dhe London School of Economics nis në tetor 3 programe të reja studimi bachelor në financë, administrim biznesi dhe në shkencë të dhënash e analizë biznesi. 3 degët e reja që do të zhvillohen në gjuhën angleze ju japin studentëve të Luarasit diploma të lëshuara nga Universiteti i Londrës. Profesor Geron Kamberi, koordinatori i programit, sqaron përfitimet nga ky bashkëpunim me Universitetin e Londrës. Studentët që do të ndjekin këto 3 degë është njësoj si kur t'jenë diplomuar në Universitetin e Londrës në drejtimin akademik të Shkollës Ekonomike të Londrës. Falë kësaj marrëveshje, Universiteti Luarasi ja doli që të fitoj besimin në Universitetit Londrës në mënyrë që këto 3 degë të zhvillohen në këtë universitet me kurikull, pra me lëndë të cilat do t'jenë nga Universiteti Londrës dhe në drejtimin akademik të Shkollës Ekonomike të Londrës. Mënyra se si do zhvillohen të 3 lëndët është njësoj si zhvillohen në universitetet angleze. Diploma, pra ceremonia e diplomimit është në Londër. Profesor Gentian Hoxhalli u ndalte rëndësia e trajnimeve për stafin akademik i përzgjedhur për të përmbushur të gjitha kriteret britanike për programe që ju japin studentëve një diplomë londineze. Trajnimet janë fokusuar në 3 nivelet thelbësore, në prezantimin e programeve të detajuara në kurrikulën që ato përmbajnë. Së dyti në menaxhimin e regjistrimit të studentëve, meqense prezantuarit të kurrikulës, lëndëve që përmbajnë, shpërndarjen e krediteve, kozgjatjen e tyre, seksionet e provimeve, materialet në të cilat do të fokusohen të gjitha lëndët, komponenti 3 i këtyre takimeve, ka të bëjë konkretisht me stafin akademik. Do të jemi pjesë e trupës akademike që do të lektoroj gjatë programit. Out of interest, which country has the most proven oil reserves? Burimi më i rëndësishëm i botës nuk është nafta, por të dhënat. Dr. James Abdi, drejtori asociuar akademik në London School of Economics, e nis ditën e tij të informimit me nxënës të Universiteti Luarasi përmes një prezantimi që vë në pa degën e re të Luarasit, shkencë të dhënash e analizë biznesi. Përmes një komunikimi aktiv, ai nxit të rinj të jenë të përfshirë, ndërsa shpjegon binjakëzimin e Universitetit Luarasi me London School of Economics. So for the University of London degree, London School of Economics ka në fokus edukimin me ndikim global dhe jemi të lumtur që po hapim programe të dizenjuara nga ne në Tiranë. Për diplomën në Universitetin e Londrës, vlerësimet hartohen nga akademikët tanë dhe studentët këtu do të kenë të njëjtin standard si atje. Studentët e Luarasit do të ndjekin një program me 2 diploma dhe në fund do të kenë diplomën britanike edhe atë shqiptare. Përgatitjet për muajin tetor dhe vitin e ri akademik kanë nisur që tani, duke përgati 3 degët që çojnë Luarasin në një tjetër nivel akademik dhe mësimdhënieje. Në të gjithë vendin sot festohet Dita e Verës. Sipas traditës, festimet nisën që prej mbrëmjes së 13 marsit, ku qytetarët ndezën zjarre që simbolizojnë largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Anvisat përgatitën ballokumet dhe vezët shumë ngjyrshe. Kryeqendra e festimeve për Ditën e Verës mbetet qyteti i Elbasanit. Me këngë, valle, plot gaz, harre dhe ngjyra, kështu ju urua mirëseardhja Ditës së Verës në të gjithë vendin.
Qyteti e Elbasanit mbetet kryeqendra e festimeve për ditën e verës, ku që nga fillimi i javës u zhvilluan aktivitete dhe koncerte, të cilat kulmuan më 14 mars. Banda frymore e qytetit mbajti një paradë në sheshin kryesor të Elbasanit, ndërsa fëmijë të rritur u bën pjesë e aktiviteteve të shumta. Sipas traditës, anvisat elbasanase kishin përgatitur ëmbëlsirën tradicionale të kësaj feste, ballokumen, e cila gjendej në çdo stend të panajirit të kulinarisë të ngritur në qytet. Qytetarë nga gjithë Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, si dhe emigrantë të shumt, ju bashkuan festës në Elbasan. Gëzuar ditën e verës, Elbasani dhe gjithë Shqipëria. Kam ardhur nga Italia për ditën e verës. Jam shumë e kënaqshme, ju uroj gjithëve ditën e verës. Gjithashtu do unë ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës. Gëzuar gjithëve. Gëzuar ditën e verës. Edhe ne të dy të him marr. Edhe në Tiranë u kremtua dita e verës, ku qytetarë të shumt u bashkuan festës organizuar në kryeqytet. Vëmendja më e madhe në këtë ditë ju kushtua fëmijëve, të cilët vun veroret dhe shijuan atmosferën festive të ditës që shënjon ardhjen e pranverës. Festimet për ditën e verës në juglindje të vendit nisën mbrëmjen e 13 marsit, ku sipas riteve pagane u ndezën zjarre që simbolizojnë largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Festimet vijuan edhe përgjatë 14 marsit. Gjirokastra mirëpriti ditën e verës me atmosferë të ngrohtë, duke shndërruar parku natyror të Virojit në qendrën e aktiviteteve për të gjithë të pranishmit. Festimet nisën me koncertin e fëmijëve, ndërsa panajiri i ushqimeve tradicionale tërhoqi vëmendjen e vizitorëve. Edhe në Durrës e Vlorë mbajtën aktivitete të shumta, ku dy qytetet bregdetare janë veshur me petkat e pranverës për të mirëpritur kështu turistë nga e gjithë bota. Me ngjyrat e pranverës, plot këngë dhe valle u kremtua dita e verës edhe në Lushnjë, Kavaje, Divjak, ku performancat artistike të fëmijëve i dhanë jetë kësaj feste. Në një hapësirë prej 16.000 metra shkatror, Megatek ka çelur ditët e kopshtarisë deri në datën 20 prill. Gjatë ditëve të kopshtarisë, Megatek ofron ulje deri në 60% në të gjitha kategoritë. Megatek, lideri i kopshtarisë në rajon, ju fton të bëheni pjesë e një eksperience të papërsëritshme. Një hapësirë gjigande prej 16.000 metra katror në një ndriçim krejt natyral. Çdo detaj është menduar për të ofruar një përvojë të jashtëzakonshme. Gjatë ditëve të kopshtarisë, do të gjeni një parajsë të gjallë të mbushur me ngjyra, aroma dhe jetë natyrore. Mbi 5.000 lloje lulesh dhe bimësh nga 27 vende të botës dhe mbi 10.000 vazo e dekorues janë përzgjedhur me kujdes për të plotësuar çdo ëndër të adhuruesve të natyrës. Nga lule plot ngjyra për ambiente të brendshme dhe të jashtme, të bim dekorative dhe pemë frutore. Të gjitha do të gjeni këtu për të krijuar një oazë të personalizuar në shtëpitë apo kopshtin tuaj. Ekspertët e kopshtarisë së Megatek, të cilët janë gjithmonë të gatshëm për të ofruar këshilla dhe ndihmë profesionale, do të mundësojnë mbjellje falas për të gjithë. Për të shtuar emocionin deri më datën 20 prill gjatë ditëve të kopshtarisë, Megatek ofron ulje deri në 60% në të gjithë kategoritë. Megatek, bëje mirë, bëje vetë. Publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer sërish në studio, vjojmë me të tjera informacione. Një sasi eksplozivje dyshuar si tritol shpërtheu në orët e para të mëngjesit në ambientet e një lokali në Lezhë, pranë stadiumit të qytetit. Shpërthimi ndodhi pranë një bloku banimi, duke shkaktuar panik te banorët. Lokali është në pronësi të 47 vjeçarit Ilir Mark Vuja, i cili nuk rezulton me precedent penal. Kamerat e sigurisë për rreth këtij biznesi kanë fiksuar një person me kapuç në kokë, i cili afrohet pranë lokalit, vendos lëndën plastse dhe më pas largohet në këmbë. Si pasojë e shpërthimit me eksploziv, pati vetëm dëme materiale, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Një i vdekur dhe 5 të plagosur është bilanci nga një aksident rrugor i ndodhur në Bulqiz. Në aksin Bulqiz Preladh,
Shoferi humbi kontrollin e mjetit duke u përplasur me trafikndarsen, për pasojë ndroi jetë bashkëshortja e tij, si dhe u plagos rënda i vet dhe 4 fëmijët e tyre të mitur. Gjashtë antarë të së njëjtës familje u përfshin në një aksident tragjik mbrëmjen e së mërkurës në aksin Bulqis-Beladhi, ku një 31 vjeçare gjeti vdekjen, si dhe u plagosën bashkëshorti dhe 4 fëmijët e tyre. Aksidenti ndodhi në vendin e quajtur Ura e qytetit, ku shoferi një mjeti tip Foristrad humbi kontrollin duke përfunduar jashtë rrugës. Përpasoj, ndroi jetë në vend ngjarje 31 vjeçaria Matilda Zogu, bashkëshortja e shoferit të mjetit, i cili mbeti i plagosur. Gjithashtu në këtë aksident u lënduan edhe 4 pasagjerë që janë fëmijët e çiftit, një prej tyre ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Babai dhe 4 fëmijët e mitur u dërguan me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore më të specializuar. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti, ku humbi jetën nëna 31 vjeçare, si dhe u lënduan bashkëshorti dhe 4 fëmijët e tyre të mitur. Federata Shqiptare e Ciklizmit feston 100 vjetorin e themelimit me një ekspozitë unike të mbajtur në ambientet e kryeministrisë. Ky është një vit jubilar për këtë federat, pasi në Shqipëri vjen për herë të parë edhe Giro d'Italia. Presidenti i kësaj federate, Skënder Anxhaku, kreu i Koksh Fidel Ylli dhe Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu u shprehën të bindur se kjo do të jetë një ngjarje madhështore për Shqipërinë. Mirë. Do të ndjekim kronikën sa po të jetë gati, vjojmë të tjera informacione, që prej mbrëmjes të mërkurës, një sipërfaqe e madhe e malit të Moravës në Devol është përfshirë nga flakët e zjarit, edhe ditën e sotme. Zjarri vijon të jetë aktiv, ndërsa forca zjarr fikse, punonjësit e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, punonjës të pyjores dhe forca vullnetare po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve. Bëhet me dije se aktualisht po punohet me mjete rrethanore, pasi automjetet zjarr fikse kanë të pamundur ndërhyrjen për shkak të terrenit të thyer. Nuk dihen ende shkaqet e rënies së këtij zjarri, që po shkrumbon sipërfaqe të tëra pyjore. Vendet antare të NATO-s duhet të prodhojnë më shumë armatim, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë një takimi me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Rutte tha se aleanca nuk po bënte mjaftueshëm për çështjen e prodhimit të armëve, ndërkohë Trump deklaroi se nuk mendon se Rusia do të sulmojë aleatët e Shteteve të Bashkuara. Kjo nuk do të ndodhë, ne do të sigurohemi që kjo të mos ndodhë, tha ai. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se vendet anëtare të aleancës duhet të prodhojnë më shumë armë dhe se në këtë aspekt ishin prapa Rusisë dhe Kinës. Duke folur në zyrën ovale gjatë një takimi me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, Rutte tha se aleanca nuk po bënte mjaftueshëm për çështjen e prodhimit të armëve. Shefi i NATO-s tha se në mandatin e dytë të Trump europianët po angazhohen për $800 miliardë shpenzime për mbrojtjen. Shefi i NATO-s shtoi se ai dëshiron të punojë me Trump përpara një samiti në Hag për të siguruar që ne kemi një NATO që është rigjallëruar me të vërtetë në udhëheqjen e presidentit amerikan dhe ne po arrim aty. Ndërkohë presidenti Trump u fokusua tek lufta e Rusisë në Ukrainë. Presidenti Trump përsëriti se ai ishte i gatshëm të bisedonte me udhëheqësin rus Vladimir Putin dhe nënvizoi se ishte koha për t'i dhënë fund luftës. Shefi i Shtëpisë së Bardhë tha se nuk mendon se Rusia do të sulmojë aleatët e Shteteve të Bashkuara. Kjo nuk do të ndodhë. Ne do të sigurohemi që kjo të mos ndodhë, tha Trump. Presidenti Trump i tha sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte se kontrolli i SBA-s mbi Groenlandën është i nevojshëm për të rritur sigurinë ndërkombëtare, duke përshkallëzuar fushatën e tij për të aneksuar ishullin strategjik arktik. I pyetur drejt për perspektivën e aneksimit, Trump tha: "Unë mendoj se kjo do të ndodhë."
Bashkimi Evropian ra dakord të premten të rinovojë sanksionet ndaj Federatës Ruse për shkak të konfliktit në Ukrainë. Pjesë e këtyre sanksioneve do të vendosen kundër Rusisë, do të rinovohen çdo 6 muaj me votim unanim nga ambasadorët e 27 vendeve anëtare në Bruksel. Afati i rinovimit ishte të shtunën dhe lista tashmë është rivotuar deri më 15 shtator. Në listë është përfshirë edhe manjati rus Mikhail Friedman, pavarësisht presionit nga Hungaria që ai të përjashtohej nga sanksionet. Hungaria, e cila ka mbajtur lidhje të përzemërta me Moskën pavarësisht luftës në Ukrainë, kishte kërcënuar të bllokonte rinovimin nëse disa individ nuk hiqeshin nga lista. Pas kësaj vetoje, Bashkimi Evropian ra dakord që 4 individ të hiqeshin nga lista e sanksioneve evropiane. Gjyqtarët federal në Kaliforni dhe Maryland urdhëruan të enjten administratën e presidentit Trump të rikthejë në punë mijëra punonjës federal, të cilët humbën vendin e punës si pjesë e shkarkimeve masive të kryera në 19 agjenci. Sipas një vlerësimi të agjencisë së lajmeve Reuters, rreth 24.000 punonjës në të gjithë qeverinë amerikane janë pushuar nga puna që nga 5 marsi. Gjyqtarët federal identifikuan probleme ligjore me mënyrën se si u kryen shkarkimet masive. Gjyqtarët federal në Kaliforni dhe Maryland urdhëruan të njëjtën administratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump të rikthejë në punë mijëra punonjës federal, të cilët humbën vendin e punës si pjesë e shkarkimeve masive të kryera në 19 agjenci amerikane. Vendimet e njëpasnjëshme ishin goditja më e fortë për përpjekjen e Trump dhe këshilltarit të lartë Elon Musk për të tkurrur në mënyrë drastike zyrat federale. Gjyqtarët federal identifikuan probleme ligjore me mënyrën se si u kryen shkarkimet masive. Gjykatësi James Bredar në Maryland vendosi se 18 nga agjenci që kishin pushuar punonjësit në javët e fundit shkelnin rregulloret. Urdhri paraprak kërkon që departamentet e çështjeve të veteranëve, bujqësisë, mbrojtjes, energjisë dhe thesarit të rikthejnë punonjësit në punë. Sipas një vlerësimi të agjencisë së lajmeve Reuters, rreth 24.000 punonjës në të gjithë qeverinë amerikane janë pushuar nga puna që nga 5 marsi. Administrata Trump nuk ka publikuar statistika mbi shkarkimet dhe nuk ishte e qartë menjëherë se sa punonjës mund të prekeshin nga vendimi i gjykatës, ndërsa administrata argumentoi se pushoi secilin prej punonjësve për performancë ose arsye të tjera individuale. Gjyqtari tha se kjo nuk ishte e vërtetë, gjë që do t'i bënte shkurtimet e vendeve të punës një formë pushimi masiv që kërkon njoftim paraprak për shtetet të cilët kanë detyrime më pas që të ndihmojnë qytetarët e tyre të papunë. Sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë në një deklaratë të lëshuar pas vendimit tha se administrata amerikane do të luftojë menjëherë kundër këtij vendimi. Një alarm i kuq u lëshua nga autoritetet italiane këtë të premte pasi shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan kërdin në pjesë të Toskanës dhe Emilia-Romagna. Lumi Arno, zakonisht një rrugë ujore e qetë në qytetin historik të Firencës, doli përtej brigjeve të tij të zakonshme me rryma të shpejta që bartnin një shumëllojshmëri mbeturinash, përfshirë trungje, pemësh dhe goma. Kreu i rajonit qendror të Toskanës u bëri thirrje banorëve dhe vizitorëve të tregohen të kujdesshëm, ndërsa shkollat u mbyllën në disa qytete pasi priten rreshje të dendura për pjesën tjetër të së premtes. Për shkak të kushteve të paqëndrueshme atmosferike është pezulluar për ditën e sotme lundrimi i tragjeteve të linjës Durrës-Bari dhe Anasjelltas. Sipas njoftimit zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme Detare, vendimi për pezullimin e lundrimeve në këtë linjë është marrë pasi dallgëzimi në det të hapur është 7 deri në 8 ball, ndërsa afër Bregdetit 5 ball, ndërkohë do të vijojë normalisht lundrimi për linjën tjetër që operon drejt Italisë Durrës-Ancona. Autoritetet portuale konfirmuan se lundrimet Durrës-Bari dhe Anasjelltas do të rinisin nesër. Për anulimin e lundrimeve janë njoftuar edhe pasagerët që kishin planifikuar udhëtimin ditën e sotme.
I rikthehemi edhe një herë kronikës që anoncuam pak më parë, Federata Shqiptare e Ciklizmit festoi 100 vjetorin e themelimit me një ekspozitë unike të mbajtur në ambientet e kryeministrisë. Ky është një vit jubilar për këtë federat, pasi në Shqipëri vjen për herë të parë edhe Giro d'Italia. Presidenti i kësaj federate, Skënder Anxhaku, kreu i Koksh, Fidel Ylli dhe Ministra e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, u shprehën të bindur se kjo do të jetë një ngjarje madhështore për Shqipërinë. Në 100 vjetorin e themelimit të Federatës së Ciklizmit, në ambientet e kryeministrisë, u mbajt një ekspozitë unike, ku për herë të parë u publikuan foto të ralla nga Marubi, ku në fokus ishin ciklistë që kanë shkruar historinë e këtij sporti. Objekte të veçanta, bicikleta apo detaje nga aktivitetet shekullore të këtij sporti i dhanë edhe më shumë ngjyra kësaj ekspozite të zhvilluar pikërisht në ditën e verës, për t'ju dhënë mundësinë shumë njerëzve të njihen me historinë e veçantë të kësaj federate, të rrethit ciklistik, i cili është i treti më i vjetër në botë pas Turit të Francës dhe Giro d'Italia. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, falenderoi të gjithë ciklistët të ndërvite që kanë shkruar historinë e këtij sporti, falenderoi bashkëpunëtorët që bën të mundur këtë organizim special dhe kërkoi një bashkëpunim dhe angazhim më të madh pasi në Shqipëri vjen për herë të parë Giro d'Italia. Në 100 vjetorin e themelimit të federatës tuaj, për herë të parë në Shqipëri vjen Giro d'Italia. Çfarë do të thotë kjo për ju, por edhe për federatën tuaj? Kjo nuk do të thotë vetëm për ne dhe për federatën, kjo do të thotë për kombin shqiptar. Do të jetë i gjithë ky popull i madh rreth 10-15 milion që do ta shikojnë këtë Shqipërinë, nuk do të shikojnë se Giron Italisë e ka parë kryeministri pruri dhe Romën këtu që luajti me Feyenoordin, po vetëm u pa në stadium, nuk u pa këto bukurirat e vendit tonë. Presidenti i Koksh, Fidel Ylli, u shpreh i bindur se Giro d'Italia do të jetë një eveniment madhështor që do t'i shërbejë Shqipërisë në çdo aspekt. Sporti është imazhi më i mirë që ka Shqipëria, është një turnover ekonomi për qytetin. Qyteti i Tiranës është full me hotele me sportistë që po vinë. Plus kësaj që po të shikosh në 9 dhe 11 maj nuk ka hotele as në Vorë, as në Kamës, që do vinë këtu për të parë Giro d'Italia, që është aktiviteti madhor ku do vinë 200 televizione nga gjithë bota për të promovuar Giro d'Italia, por ne në këtë rast promovojmë Shqipërinë tonë. E pranishme në ekspozitë ishte edhe Ministra e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, e cila premtoi se ministria që ajo drejton do të vijojë të mbështesë këtë federat për më tepër këtë vit, ku do të mbahet edhe Giro d'Italia. Të mbështesim sportin nëpërmjet infrastrukturës sportive, nëpërmjet stadiumeve të reja, nëpërmjet impianteve të reja sportive, por edhe nëpërmjet programeve të cilat incentivojnë sportin për të gjitha moshat. Dua që të kthehem te kjo ditë, sepse është vërtet një ditë e rëndësishme për të falenderuar edhe një herë ata të cilët kontribuojnë çdo ditë në sportin e ciklizmit. Publicitet, rikthehemi pas pak në hapësirën e opinionit.